Viteve të fundit kanë filluar të kërkohen shërbimet shëndetësore që kanë të bëjnë me çrregullimet e shëndetit mendor. Sipas doktorit Zef Komani, shefi i departamentit të psikiatrisë në Spitalin Isa Greza, gjatë vitit 2024, departamenti ka kryer 6763 vizita ambulantore. Fatmirësisht viteve të fundit ka filluar të kërkohet një shërbim shëndetësor lidhur me çrregullimet e shëndetit mendor, ku duhet ta potencojmë që gjatë vitit kaluar Departamenti i Psikiatrisë Spitalit Përgjithshëm Gjakov i ka kryer 6763 vizita ambulantore. Po ashtu këtu do të potencojmë edhe që qendra e shëndetit mendor në bashkësi që është në kuadër të komunitetit të Gjakov, edhe ai ka vizitat e veta. Ndonse ndihma ka filluar të kërkohet, psikiatri Komani shfaqi një problematik. Ka filluar të kërkohet ndihma, mirë po është një problematik shumë e madhe në aspektin e çrregullimit të shëndetit mendor. Për arsye se personat vinë, vizitohen, ju jepet terapia adekuate, përmirësohen. Mirë po, prapë se prapë ai kthehet në jetën e përditshme me gjitha problemet e veta. Sipas psikiatrit Komani, përkrahja ekonomike, psikosociale e rehabilituese mungon nga ana e shtetit. Aspekti i rehabilitimit, aspekti i përkrahjes psikosociale, ekonomike, nga ona e shtetit mungon në tërësi. Për arsye se ne kemi persona me çrregullime tepër të rënda të shëndetit mendor në komunën e Gjakovës, që sillen rrugë, bëjnë probleme në banesa, i shqetësojnë qytetarët, ndërsa nuk e kemi një vend të caktuar ku mund t'i vendosim ata. Po ashtu, edhe personat që kanë çrregullime shumë më të lehta, vinë mjekohen, i përmirësohet gjendja, e te kalon problemin cilin e ka pas, sa do i vogël tjetë. Mirë po, ai kthehet prapë në të njëjtën situatë familjare, shoqërore, sociale dhe ekonomike. Tutje psikiatri Komani shtoi se trajtimi i çrregullimeve të shëndetit mendor duhet të jetë multidisiplinar dhe i njëjti kërkon përkrahjen e shoqërisë. Trajtimi i çrregullimeve të shëndetit mendor duhet të jetë multidisiplinar. Domethënë, trajtohet me medikamente nga profesionistët e shëndetit mendor, trajtohet në aspektin psikosocial, familjar. Mirë, po të njëjtën kohë duhet ta ketë edhe përkrahjen e shoqërisë, po ku bëre për shembull qendra për punë sociale, gjithsesi Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duhet jetë Ministria e Ekonomisë dhe Financave që punohet që të ngritën para, që të rritet numri i vendpunimeve e tjerë. Është një problem shumë i madh. Doktori Komani gjithashtu tha se familja dhe shoqëria duhet të mbështesin gjatë gjithë kohës personat me çrregullime të shëndetit mendor.